Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e mërkura e madhe e kohës së kreshmeve, kurse psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Po na prind flamujt e mbretit, shkëlqen misteri i kryqit, ku vetë krijuesi i trupit është varur me trup në atë kryq. Ku mbi të i plagosur me maje mizore të heshtës, për të na falur mëkatet tona, derdhi një reke gjako. Dru e hishme dhe shkëlqyer, me purpur mbreti stolisur, nga trunk fesnik zgjedhur, sa gjymtyr shenjtë e prekin. E lume në krah të rivarur, vlera e gjithë botës, që o bë balans e trupit, e i hoqi plaçkën firit. Altar fli po ju falem për lavdinë e mundimeve, se jeta mundi vdekjen, e me vdekje ktheu prap jetën. Të falem kryq shpresë e vetme, në këtë kohë të mundimeve shtoju hirin të drejtave, fajtorjeve, falju krimet. Ty gur shpëtimi o trini, çdo shpirt të lavdëroft, ata që me kryq shpëtove, ruaji për herë për vete. Amen. Antifona e parë. Than të paudhët, ta shtypim të drejtin, sepse ai është kundër veprave tona. Psalmi 62 rreshtat 2-13. Vetëm në hyjin është paqja jon. Vetëm në hyjin pusho shpirti im, sepse prej ti vjen shpëtimi im. Vetëm ai është qeta ime e shpëtimi im, kështjella ime më kur nuk do të trandem. Deri kur do të suleni kundër një njeriu? Do të rrëzoni të gjithë së bashku si murin e prishur, si gardhin e thyer. Synojnë të rrëzojnë prej së larti, kënaqësinë e gjejnë në ren. Me gojë bekojnë e me zemër mallkojnë. Vetëm në hyun pusho shpirti im, vetëm në të qëndron shpresa ime. Vërtet vetëm ai është hyu im e shpëtimi im. Kështjella ime më kur nuk do të tranden. Në hyjin është shëlbimi im e nderi im, në hyjin shpresa fuqisime, strehimi im në hyjin. Shpreson të gjithmonë o popull, ati hapi zemrën, sepse hyu është strehimi ynë. Vërtet si avull janë bijtë e Adamit, rënë thjesht bijtë e njeriut, në qoftë se hipin në peshore, të gjithë dalin më të lehtë se tymi. Ruaj se shpresoni në dhunë, ruaj se ju rën preja. Në pasuri, kur ato shtohen, mos e ngjitni zemrën për to. Hyi një herë foli, unë këto 2 herë dëgjova. Pushteti i përket hyjit, yti o Zot është për dëllimi. Ti shpërblen gjithkënd sipas veprave që ke bërë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Than të paudhët, ta shtypim të drejtin, sepse ai është kundër veprave tona. Antifona 2. Ai barte mëkatet e shumëve, ndërmjetësonte për mëkatar. Psalmi 67. Bar popujt, le ta madhërojnë Zotin. Hyj i past mëshirë për ne e na bekoft. Bëf të ndryshoj fytyra ti mbi ne, që në tokë të njihet udha ti, në të gjitha kombet shpëtimi i ti. Të dhenqin lavdi mbar popujt o hyu, mbar popujt e botës, ty të lavdërofshin. Le të galdojnë, e le të brohorasin popujt, sepse popujt i gjykon me drejtësi, sepse kombet mbi tokë ti sundon. Të lavdëroheshin mbar popujt o hyu, mbar popujt e botës, ty të lavdërofshin. Toka e dha frytin e vet, na bekoft hyi ynë, na bekoft hyi, frike paqin mbar skajet e botës. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë.
si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ai I barte mëkatet e shumëve, ndërmjetësonte për mëkatar. Antifona 3. Në gjakun e Krishtit e kemi shërbimin dhe faljen e mëkateve. Kënga kraso Kolosianëve kapitulli I parë rreshti 3. Krishti I paralinduri I çdo krijese është I paralinduri atyre që ngjallën prej të vdekurve. E falenderojmë hyen Atin e Zotit tonë Jezu Krishtit, sepse na bëri të aftë të kemi pjesë në trashëgimin e shenjtërve në dritë, ai na nxori nga pushteti I errësirës, dhe na kaloi në mbretërinë e birit të vet të dashur, në të cilin kemi shpërblimin. faljen e mëkateve. Ai është shëmbëllesa hyjit të papashëm. I paralinduri para çdo krijese, Ai është para çdo gjëje. dhe çdo gjë që ndron në të, Gjithçka u krijua në për të dhe për të. në qiell e në dhe, çka shihet e çka nuk shihet. Ai është krye të trupit kishës, Ai është fillimi I paralindur ndër të vdekurit, që të jetë në gjithçka I pari. sepse hyu I pëlqeu të banoj në të e tërë plotësia. Dhe me anë të tij gjithçka të pajtohet më të. Në saje të gjakut të kryqit e tij, hyu vendosi paqen me krijesat e veta. Qoftë në tokë, qoftë në qiell. Lavdiatit e të birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në gjakun e Krishtit e kemi shërbimin dhe faljen e mëkateve. Leximi I shkurtër Efesianëve kapitulli 4 rreshta 32 deri 5 dhe 2. Jeni njeri për tjetrin të mirë. Zemërdhëmshëm, falni njeri tjetrin, sikurse edhe hyu ju fali ju në Krishtin. Përngjani hyut, por si bijë të dashur, dhe jetoni në dashuri sikurse Krishti na deshi ne, dhe për ne ja flijoi vetveten hyut, por si kusht e fli, që jap erë të mirë. Përgjigja e shkurtër. Bekimi I Zotit vëllëzërve që duan njëri tjetrin, Bekimi I Zotit vëllezërve që duan njëri tjetrin, dhe jeta përgjithmonë. vëllezërve që duan njëri tjetrin. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Bekimi I Zotit vëllezërve që duan njëri tjetrin. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Mësuesi thot: koha ime është afër, do të kremtoj pashkët më nxënësit e mi. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli I parë. Lartësimi I shpirtit në Zotin. Shpirti më madhëron Zotin, Shpirti më harej I brohorit hyet shëlbuesit tem, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt. që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri I tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej froneve të tyre. e I lartësoi të përvuajtërit, Me të mira I mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit I nisi duar thot, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati I premtuar etërve tan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshem. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Mësuesi thot: koha ime është afër, do të kremtoj pashkët me nxënësit e mi. Lutjet e besimtarve. Kalvari I ndriçon errësirat të botës. Të lutemi që sytë tanë të mos mbyllen kurrë para dritës së tij. Për misterin e kryqit tënd, na shëndrit o Zot. O Krisht Zot, I akuzuar para Sinedrit të lartë me shumë dëshmitar të rreshëm, bëj që sjellja të krishterëve të mos sinjollos ndryshimin e porosisë sate. Për misterin e kryqit tënd, Na shëndrit o Zot. Ti deshe që cirinell,
ta ndonte së bashku me ty peshën e kryqit tënd. Bëj që në dhimbje ta ndjejmë veten pjesëtar të vuajtjes sate. Për misterin e kryqit tënd, na shëndret o Zot. Në trazimin e natyrës, pas vdekjes sate, bëre që centurioni të njëjtë si birë të Zotit, shndriti njerëzit e kohës son që ta shohin shenjën e dashurisë dhe të provanisë sate në të gjitha krijesat. Për misterin e kryqit tënd, na shëndret o Zot. Prej krahërorit tënd të shpuruar bëre që të lind kisha, arka e shëlbimit. Bëj që ajo të jetë sakramenti i takimit të njerëzve me ty dhe me njëri tjetrin. Për misterin e kryqit tënd, na shëndret o Zot. O Zot Jezu, ti që duke vdekur e theve fuqinë e vdekjes, jep po vëllëzërve tanë të ndjerë një ringjallje të lavdishme. Për misterin e kryqit tënd, na shëndret o Zot. Aty që je në qiell u shenjë troftë e emrit, ardh mbretëria jote u bëvë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përdeshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në të ndem, por na lëro nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy, ti deshe që një lindur i biri yt të pësoj për ne mundimet e kryqit, për të na liruar prej pushtetit të armikut. Bëj që ne shërbëtorët e tu ta fitojmë hirin e të gjallërit në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.